Procesi i rinumërimit të votave nga KQZ-ja ka zbuluar për masat e një skandali të vërtet me hajninë e votave brenda listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Të dhënat e fundit konfirmojnë se votat e disa kandidatëve janë fryrë në mënyrë fiktive gjatë numërimit fillestar, duke deformuar vullnetin e qytetarëve. Rasti më flagrant që vërteton dyshimet për vjedhje industriale të votave është ai i kandidatit Nahit Hasani. Pas hapjes së kutive dhe rinumërimit, Hasanit janë fshirë plot 3.414 vota. Ky rezultat tregon se këto vota nuk ishin të tijat, por ishin shtuar artificialisht në formularet e rezultateve nga komisionerët e papërgjegjshëm. Me heqjen e këtyre votave të manipuluara, Hasani ka zbritur në 9.694 vota reale, duke dëshmuar se rreth 26% e votave të tij fillestare ishin produkti i manipulimit. Skema e fryrjes së votave nuk është ndalur vetëm te Hasani. Rinumërimi ka zhveshur nga votat e pamerituara edhe figurat e tjera të larta të PDK-s. Ish ministri Kujtim Gashi ka rezultuar me 2.355 vota më pak pas verifikimit, që ka ngre dyshime të forta për mënyrën se si ai kishte siguruar rezultatin fillestar. Një goditje të ngjashme ka marrë edhe Luljeta Veselaj Gutaj, së cilës janë hequr mbi 2.000 vota, të cilat ishin llogaritur padrejtësisht. Në listën e manipulimeve drastike bën pjesë edhe Feta Paçarizi, shifrat e të cilit kanë pësuar rënien më të madhe numerike, mbi 6.000 vota minus, duke konfirmuar kaosin dhe parregullsitë që kanë karakterizuar numërimin e parë për kandidatët e kësaj partie. Sipas të dhënave të procesuara, pas numërimit sa vota u janë hequr këtyre kandidatëve. Feta Paçarizi, minus 6.018 vota, është një shifër rekord dhe tepër e diskutueshme. Nahit Hasani vjen direkt pas tij me 3.414 vota minus, Kujtim Gashi minus 2.355 vota, Luljeta Veselaj Gutaj me minus 2.103 vota, Arjan Çollaku 1.684 vota minus, Fadil Demaku minus 1.102 vota, Enver Hoxhaj, i cili kishte synime për të kandiduar dhe për kryetar të PDK-s, ka minus 1.007 vota, edhe Xhavit Aliti ka minus 729 vota. Zbulimi i këtyre shifrave pritet të sjellë reagime të ashpra, ndërsa autoritetet gjyqësore pritet të hetojnë komisionerat që kanë nënshkruar formularët me mijëra vota fiktive, duke tentuar tjetërsimin e mandatit të deputetit. Kandidati për deputet nga PDK-ja Nahit Hasani, i cili pësoi ndryshim votash teksa po ndodh në rinumërimi në 914 vendvotime, ka thënë se votat e tij janë rritur në mënyrë të padrejtë, e duke përdorur emrin e tij për manipulime. Ai përmes një postimi në Facebook ka shkruar se nuk hyn në politik për të fituar me mashtrime, por për të fituar me besim dhe se nuk ka nevojë për vota të vjedhura. Ai bën thirrje që të hetohet çdo vot. Reagim politik në mbrojtje të dinjitetit tim dhe të votës së qytetarëve, e emërton ai postimin e tij të plot në Facebook. Të nderuar qytetar, në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit 2025 është cënuar rënd vullneti i lirë i qytetarëve dhe është sulmuar drejt për drejt dinjiteti im politik dhe kombëtar. Me atë që pash në rinumërim, votat e mia janë rritur në mënyrë të padrejtë, duke u përdorur emri im për manipulime të papranueshme zgjedhore. Ky veprim përbën jo vetëm një shkelje ligjore, por edhe akt të rënd moral dhe politik. Unë refuzoj kategorikisht çdo vot që nuk buron nga vullneti i lirë i qytetarit. Nuk kam hyrë unë në politik për të fituar me mashtrime, por për të fituar me besim. Nuk kam nevojë për vota të vjedhura sepse respektoj votën e ndershme më shumë se çdo rezultat. Drejtësia nuk duhet të hesht, as unë nuk do të hesht. Unë do të vazhdoj të qëndroj në anën e qytetarëve, në anën e votës së lirë dhe në anën e së vërtetës, edhe nëse kjo rrugë është më e vështira. Ky reagim nuk është për të mbrojtur vetëm emrin tim, por për të mbrojtur të ardhmen demokratike të Kosovës, shprehet Nahit Hasani. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve është duke vazhduar numërimi i flet votimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat KQZ-ja kishte marrë vendim që të rinumërohen. Nga 914 vendvotime që kishin shkuar në rinumërim, deri tani janë numëruar rreth 94% e tyre. Sipas të dhënave paraprakje, në listën e PDK-s po vërejnë mospërputhje të theksuara në numrin e votave për disa kandidat, çka ka ngritur shqetësime për manipulim të mundshëm gjatë procesit fillestar të numërimit. Lidhur me këtë, ka reaguar edhe kandidatja për deputete nga kjo parti, Jona Hoxhaj. Ajo ka thënë se është më e dëmtuara në këtë proces, madje sipas saj janë hequr dhe votat e familjes së saj. Si ish kandidate për deputete dhe aktiviste e partisë, unë e dënoj plotësisht aktin e manipulimit të votave dhe parregullsitë që u evidentuan nga procesi i rinumërimit të votave në Prizren. Është i papranueshëm çdo devijim i vullnetit qytetar dhe çdo cënim i votës.
e cila është një drejtë themelore e secilit qytetar. Votat e familjarëve të mi, e miqve, shoqeve, shokëve të mi, e bashkëpartiakëve të mi është prekur, është tjetërsuar dhe në mënyrë të padrejtë më është hequr. Kjo është një padrejtësi jo vetëm ndaj meje, por ndaj secilit që besoi dhe shpreh vullnetin e tij demokratik. Ndihem thellësisht falënderuese për mbështetje nga secili prej jush që më keni shkruar gjatë kësaj periudhe. Duke qenë kandidatja më e dëmtuar nga lista e Prizrenit, kushdo që mban përgjegjësi për këtë dëm ka cënuar drejt për drejt të drejtën e njerëzve që besuan tek unë për të shprehur lirshëm vullnetin e tyre. Ky proces më motivon edhe më shumë që unë të punoj më fort, drejt me dinjitet dhe mbi të gjitha, të eci me kokën lart. Rruga që kam zgjedhur është e gjatë dhe standardi që ndjek është i lartë. Besoj se PDK-ja, sikur në historinë e saj shumëvjeçare politike, do të dita adresoj përgjegjësinë, llogaridhënien dhe rikthej besimin qytetar. Demokracia është e shenjtë dhe si të tillë e kemi të gjithë për obligim ta mbrojmë dhe kultivojmë. E juaja jona, shprehet ish kandidatja e PDK-s.